përkujtua sot 113 vjetori i ngritjes së flamurit kombëtar në Kalan e Gjirokastrës, ku me këtë rast u mbajt edhe ceremonia përkatëse në praninë e përfaqësuesve të pushtetit vendor, familjarëve dhe veteranëve të luftës, të cilët përcollën nderimet e tyre në këtë ditë të shënuar. Për të respektuar dhe vlerësuar një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të qytetit Gjirokastrës. Në fakt, vedia kombëtare është ta njohësh historinë. Detyrimi gjithë secilit nga ne ta përcjellim atë. Ndaj unë me shumë mirënjohje falenderoj gjithë mësuesit dhe ftoj nxënësit të jenë pjesë e jona këtu. Dhe uroj me shpirt që atë flamur ta mbani lart me dinjitet dhe krenari. Ngritja e flamurit në Gjirokastër nuk ishte thjesht një akt simbolik, por ishte zëri i qytetarëve, të cilët me shumë dëshirë ju bashkuan Shqipërisë së sapo shpallur të pavarur. Ne nderojmë sot të gjitha ata burra dhe gra që i dhanë emrin e tyre, zërin e tyre, qëndruan përballë historisë dhe shkruan atë. Gëzuar festën e flamurit Gjirokastra jon. Qofshim për herë të denjë të mbartim ato vlera që përcjell flamuri, dinjitetin, krenarinë dhe lirinë. Në vijim u vendosën buqeta me lule në bustin e patriotit Hasan Xhiku, i cili ngriti flamurin kuqezi në qytetin e Gurt më 4 dhjetor të vitit 1912.